Këto janë detajet ekskluzive rreth rastit grabitjes që ndodhet tek Albi Mall sot. Një veturë zgjedh e djegur në Hajvali. Një prej grabitësve po dyshohet se është i plagosur. Të dyshuarit janë ende në Arrati. Një grabitje armatosur ka ndodhur mëngjesin e sotëm tek qendra tregtare Albi Mall në Veternik. Rastin tashmë e ka konfirmuar edhe policia, normalisht me informacionet që janë zyrtare deri më tani. Pra të dyshuarit kanë shtënë me armë zjarri ndaj një furgoni që shërben për bartjen e parave prej kompanive private. Qëllimi ka qenë grabitja e parave kesh në furgon. Nga ajo që dim deri më tani, zjarrit ju kanë kundër përgjigjë edhe pjesëtarët e sigurimit që kanë qenë në furgonin me para. Policia ka konfirmuar që është plagos një pjesëtar i sigurimit që kanë qenë në furgonin me para, por sipas burimeve të nacionale dyshohet se ka edhe një tjetër të plagosur i cili është i dyshuar. I njëjti dyshohet se është larguar bashkë me të dyshuarit e tjerë. Pra kanë qenë dy të plagosur në total, por që njëri është i dyshuar edhe normalisht në raste të tilla nuk shkojnë në spitale publike për trajtim, pasi që i njëjti aktualisht është në Arrati. Gjithashtu burimet nacionale kanë bërë të ditur se policia po heton edhe një veturë të kapluar nga zjarri që është gjetë në Hajvali, e cila dyshohet se lidhet me rastin e grabitjes tek Albi Mall, pasi që në grabitjet e tilla profesionale të dyshuarit përdorin kësaj lloj metodash për me zhduk provat ose me shfrytzu rastin me bleko ose me kriju huti tek organet e rendit. Njëjtë pa ndodhe në grabitjen e armatosur që pa ndodh para disa viteve tek liçeni Badocit. Njëjtë edhe tek grabitja Argentaris në Suarek që pa ndodh para disa kohësh, pra gjithmonë policia ka gjetë automjete të djegura që dyshohet se janë përdorur prej të dyshuarve. Nacionali ka dërguar pyetje edhe në CK për të kuptuar më shumë rreth gjendjes shëndetësore të sigurimit që ishte në furgonin me para ditën e sotme, i cili ka pësuar lëndime në abdomen sipas asaj që dim deri më tani. Për çdo të re rreth rastit, do t'ju njoftojmë në Nacionali Videos në Facebook ose YouTube.